Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin për të sjellë pranë jush në fakt një situatë që mua më ka shqetësuar. Dua të sjell një lajm të rejshëm që ka marrë një viralitet jashtëzakonshëm. Shumë portale e kanë postuar, është përndarë në për të gjitha platforma digjitale, është komentuar shumë, është përfolur shumë dhe nuk është analizuar fare edhe nga ndjekësit. Tani, është postuar një fotografi në disa portale, do me thënë portale anonime, që asocojnë që gruaja në fjalë që ju e shikoni është Moza me të dashurin e saj të ri. Që në fillim kur e pash fotografin, diçka nuk më puthte mua me Mozën në këtë foto. Sepse gruaja në fjalë njëherë nuk i ngjason, ndoshta mund të ketë tipare të Mozës, po duke që nga avioni që nuk është Moza. Dhe djali në fjalë është një aktor amerikan që nuk ka të bëj fare me fenomenin Mimoza Ahmeti. Unë hulumtova, investigova dhe në asnjë mënyrë nga të gjitha hulumtime që bëra unë, nuk më përshtatej Mimoza Ahmeti me gruan e cila është në fjalë, e cila nuk ka të bën fare me kombin shqiptar, është një personazh i huaj, merret me personazhe publik, merret me artist, është një tip menaxhere, por nuk ka të bën me Mimoza Ahmetin. Dhe ky djali në foto nuk është bashkëshorti për të cilin Mimoza flet. Dhe Mimoza nëse ka treguar një histori, më duhet ta potencoj. Mimoza ka treguar që marrëdhënien me këtë djalin, qëndrimin që e ka marrë këtë djalin në shtëpi, Mimoza nuk e ka bërë se e ka marrë për burr atë djalin që të martohet. Thjesht nga momenti që Mimoza e ka kuptuar se nga çfarë vuan ky djalë dhe se ka nevojë për ndihmë, shpirti i mirë i Mozës e ka marrë këtë djalin për ta ndihmuar. Ai është i palëvizshëm, vuan nga një skleroz shumë e rëndë, do me thënë, dhe më e shëmtuara është që portalet mundohen që të gënjejnë duke përdorur fotografi të personazheve të tjerë të cilët mund të ngjasojnë në tipare me Mimozën dhe duke i quajtur sikur të është Mimoza që ka dalur në fotografi me të dashurin e saj. Mimoza nuk ka nxjerrë një fotografi me djalin në fjalë, nuk posedon asnjë lloj fotografie e Mimozës dhe partnerit, nuk e ka partner, por njeriu me të cilin ajo jeton në një shtëpi, ndan shtëpinë aktual. Mimoza thjesht ka treguar që edhe që kujdeset për të, e bën thjesht për hir të ndërgjegjes njerëzore dhe shpirtit të saj të pastër, sepse të tilla janë lidhur gjërat, por jo që ka një martesë aktive dhe jo që atë e ka ajo për burr. Thjesht do me thënë ka në situata që Mimoza si ka ardhur keq dhe është kujdesur për këtë njeri, por qëndrimet në shtëpi normalisht që kanë patur nevojë dhe për biseda dhe për gjithçka. Mimoza ka patur nevojë për një njeri sepse ka qenë e vetme. Andaj kjo fotoja që po qarkullon është fotografi e rejshme dhe nuk ka të bën fare me Mimoza Ahmetin, andaj mos besoni dhe mos jepni viralitete gjërave të cilat nuk ekzistojnë.